Horoskopi ditor, enjte 3 prill 2025. Dashi. Do të jeni shumë të qartë për atë që doni të bëni sot në jetën tuaj në çift dhe do të flisni hapur me partnerin. Më në fund edhe ju do t'i vendosni pikat mbi i. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë dhe jeta sentimentale do t'ju ndryshojë menjëherë. Financa do të jenë në një gjendje goxha të mirë, por do t'ju duhet të kryeni disa shpenzime të papritura dhe situata mund të ketë ndonjë tronditje të vogël në mbrëmje. Demi. Yjet do t'ju nxitin të joshni pa mas sot atë që keni në krah dhe jeta sentimentale do të shkojë më së miri. Do t'ju rikthehen jo vetëm emocionet, por edhe pasioni. Beqarët ka shumë mundësi të pëlqejnë një shtetas të huaj, i cili në fakt ka një karakter shumë ndryshe nga ata. Për të përmirësuar financat nuk duhet absolutisht të fiksoheni pas lojrave të fatit. Binjakët. Në planin sentimental nuk do të keni për çfarë të qaheni gjatë kësaj dite. Çdo gjë do të shkojë ashtu si ju e kishit menduar. Beqarët nga ana tjetër do të vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të kaltër, por pa shumë fat. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që të bini në melankoli. Në planin financiar duhet më shumë se kur të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Gaforia. Yjet dhe disa planetë të tjerë do e mbrojnë gjatë gjithë kohës sot jetën tuaj në çift. Nuk do të keni as më të voglin debat me partnerin dhe do të ndiheni të qetë. Beqarët do e pëlqejnë jetën që bëjnë dhe nuk do të ndjejnë nevojën e dikujt në krah. Të ardhurat nuk do të jenë të këqija, megjithatë, ju nuk do të kënaqeni me aq dhe do të bëni çfarë të mundeni që të pasuroheni. Luani. Të gjithë ata që kanë kaluar një ditë të vështirë në jetën e tyre në çift, sot do të ndihen disi më mirë dhe më të qetë. Do të flisni për gjithçka me atë që keni në krah. Beqarët nuk do e mbajnë mendjen te krijimi një lidhje, sepse edhe ashtu si janë, ndihen mjaft mirë. Për të ardhurat duhet të kujdeseni më shumë se kur. Nëse e kaloni pa problem këtë ditë, do të keni një periudhë të favorshme. Virgjëresha. Tregohuni të vëmendshëm edhe me detajet më të vogla sot në jetën tuaj në çift, sepse vetëm në këtë mënyrë lidhja juaj do të ecë në rrugën e duhur. Beqarët do të fiksohen keq pas një personi i cili nuk bën për ta. Po hodhët në një hap të pamenduar, keni për t'u penduar më vonë. Financat duhet i menaxhoni me shumë kujdes dhe maturi, sepse situata nuk do të jetë e qetë. Peshorja. Jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur sot. Do e ruani komunikimin dhe ambienti do të jetë mjaft i ngrohtë. Nuk do të keni për çfarë të qaheni. Beqarët do të ndihmohen nga yjet dhe do të gjejnë princin e tyre të kaltër. Edhe në planin financiar do të keni me shumicë fat, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë investim apo transaksion më tepër. Akrepi. Mos u mundoni sot të sfidoni partnerin dhe të kërkoni të jeni mbi të, sepse do të keni debate të shumta dhe do të mërziteni pa mas nga ndonjë fjalë që ai do t'ju thotë. Beqarët nuk do të vuajnë nga vetmia, sepse jo vetëm që miqt do t'ju ngjenden pranë, por as takimet nuk do të mungojnë për asnjë çast. Financat fatmirësisht nuk do të jenë problematike, do të ndiheni mirë. Shigjetari. Ata që janë në një lidhje do e rigjejnë entuziazmin dhe harmonin e përpara disa kohëve dhe do të ndihen më së miri. Emocionet do të shtohen aq shumë sa që nuk do të kenë çfarë të kërkojnë tjetër. Beqarët do të kenë një ditë normale dhe do të vazhdojnë të kërkojnë dashurinë. Në planin financiar do të jenë hyjet ata që do t'ju drejtojnë në rrugën e duhur. Nuk priten probleme. Bricjapi. Ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata që kanë një lidhje. Nuk do të kuptoheni si duhet dhe kjo mund të sjellë ndonjëherë edhe konflikte të ashpra. Beqarët do të kenë një ditë goxha të animuar dhe mund të gjejnë edhe personin e duhur. Me financat duhet të tregoheni vigjilent. Gabimi më i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjtë dhe do të vuani pasojat për një kohë të gjatë. Ujori.
Për të dashuruarit do të jetë një ditë goxha e qetë. Çdo gjë do të shkojë ashtu si ju e keni ëndërruar, kështu që nuk do të keni për çfarë të ankoheni. Beqarët do të kenë një ditë akoma më pozitive dhe do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Do t'ju duket sikur keni rilindur. Financat do t'u alini yjeve në dorë. Ata do të kujdesen dhe nuk do t'ju lënë të kryeni shpenzime të pamenduara. Peshqit. Nuk do të jeni në humorin e dur gjatë kësaj dite dhe nuk do t'i jepni partnerit rëndësinë e merituar. Më mirë flisni hapur me të dhe shpjegojani situatën, sepse në këtë mënyrë edhe ai mund t'ju kuptojë. Beqarët do të kenë mundësi të shumta për takime dhe mund të bëjnë zgjedhjen e duhur. Në planin financiar do t'ju duhet të merrni masa drastike që të stabilizoni situatën ekonomike.